Në kuadër të javës evropiane të imunizimit, Shtëpia e Shëndetit në Kraqov ka zhvilluar fushatën ndërgjegjësuese me moton Imunizimi përfitim për të gjithë, me qëllim rritjen e vetdijes tek qytetarët për rëndësinë e vaksinimit. Drejtoresha e institucionit Jeta Qerimi theksoi se kjo fushatë synon të informojë dhe inkurajojë popullatën për përfitimet që sjell imunizimi në mbrojtjen e shëndetit publik. Ajo nënvizoi se megjithëse interesimi për vaksinim mbetet i lartë, një ndër shqetësimet kryesore mbetet rënja e natalitetit. Në kuadër të javës evropiane të imunizimit, institucioni jonë i bashkangjitet kësaj nisme të rëndësishme me të vetmin qëllim që të rrisim vetëdijsimin të popullata për rëndësinë e vaksinimit. Kampanja e këtij viti po realizohet në moton globale, vaksinat veprojnë tek të gjitha gjeneratat, që do të thotë se me imunizim nuk mbrohet vetëm individi i cili vaksinohet, por ai mbron edhe komunitetin më të gjerë, posaçërisht grupet më të rrezikuara, siç janë foshnjat, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Mund të flasim në bazë të dhënave që i kemi për vitin 2025, mbulimi me vaksinim ka qenë shumë i mirë, dhe i njëjti proces zhvillohet me intensitet të plotë edhe gjatë vitit 2026. Nga të dhënat statistikore, po ashtu mund të veçojmë se kemi një rënje të natalitetit, kemi disa të dhëna. Në vitin 2023 janë regjistruar 276 lindje, në vitin 2024 kemi gjithsej 236 lindje, ndërsa në vitin 2025 janë regjistruar 226 lindje. Gjatë periudhës tremujorit të parë për vitin 2026 janë evidentuar 26 lindje. Ajo çka mund ta veçojmë është dhënia e vaksinës HPV edhe te gjinia mashkullore, për shkak se studimet e fundit kanë treguar se vaksinimi i të dy gjinive zvoglon lëvizshmërinë e këtij virusi në komunitet, i cili është shkaktari i llojeve të ndryshme të infeksioneve, po ashtu edhe të kancerit tek të dy gjinit. Ndërsa infermieria Diana Veljanovska bëri të ditur se gjatë kësaj jave ekipet mjekësore kanë dalë në terren duke u fokusuar veçanërisht tek kategoritë më të ndjeshme të popullsisë. Ajo tha se vaksinat janë të sigurta dhe ruhen në kushte të përshtatshme, sipas standardeve të kërkuara. Ewa Kasegawodek na ta Evropska nedelna imunizacija izlegуваме на терен. Обично ги бараме овие што се наредовно вакцинирани, заборавиле некои, биле подолго време болни и претежно се фокусираме на најранливите категории. Беше излезено на Прилепска, имаше доста голем одзив, значи 24 дечиња беа поцнати, некои биле болни, некои биле отсатни, не биле во државава, некои не биле во градов и така. Некои заборавиле, имаше и болни, 5 од тие дечињата беа болни, тие се најранливата категорија. Сега во таа недела се фокусираме ги прелистуваме и картотеката, тие што се наредовно вакцинирани ги каниме со поканчиња, на некои им се јавуваме и телефонски. Гледаме, секогаш сме биле со скоро најголем процент во државава, лани бевме најдобри, над 95%. Ако процентот на вакцинација падне под 90%, тогаш постои опасност од појава на заразно заболување, кај што ќе заболат голем број од популација, од народ, од луѓето. Исто така и овие картончињата што доаѓаат редовно, некои заборавиле, така ги каниме, континуирано си се работи работата, меѓутоа во ова Европска недела на имунизација се фокусираме на овие најранливи категории, што беа од Прилепска и имавме многу голем одзив. Вака сега, вакцините доаѓаат преку систем ладен ланец. Имаме фрижидерче во ходникот, тоа е како магазинче и тука секое утро ги проверуваме, а и тие што ги носат при транспорт, значи во комбе фрижидер, како да го наречиме, и исто и ние ги ставаме веднаш во фрижидер, наутро и напладне температурни листи водиме, стојат тука, вакцините се безбедни.